A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë, pejgamberit alayhi salatu wassalam, salatu dhe selam i dërgoj. Nderuam vëllezër dhe motra, Allahu i madhreshëm fenë islame ka zbritur tek ne për të na ruajtur pesë gjëra kryesore në jetën e kësaj bote. Për të na ruajtur fenë, jetën, nderin, pasurinë dhe mendjen. Prandaj çdo gjë e cila ndikon që të rrezikohet ndonjëra prej këtyre pesë objektivave që Islami s'dan t'i ruaj, ajo vepër konsiderohet haram dhe ndaluar. Një prej këtyre veprave që mund t'ia dëmtojë njeriu të fenë, jetën e kështu me radhë, është pikërisht sehri apo magjia. Pejgamberi alayhi salatu wasalam sehrin në një hadith e ka quajtur mëkat shkatrues. Ka thënë hadithin të cilën transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Huraira, ijtanibu as-sab'al mubiqat, largohuni, distancohuni nga 7 mëkate shkatruese. Parën e ka përmendur shirkun, ndërsa dytën magjin. Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka quajtur magjin mëkat shkatrimtar? Nga se magjia arrihet, pra realizohet, nuk ka formë tjetër përveç nëpërmjet disa veprimeve, nëpërmjet fjalëve që ka shirk në të dhe kufër. Dhe po ashtu magjistari pretendon se e din të fshehtën. Në meqense është kështu, ai konsideron shkatërrues për jetën e njeriu dhe për ahiretin e tij po ashtu. Në qoftë se e lexojmë Kur'anin do ta shohim se Allah i madhreshëm magjinë në Kur'an e ka quajtur kufër. Dhe po ashtu ka thënë وَلِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ata të cilët merren me magji, në botën tjetër për ta nuk ka kurfar shpresë, nuk ka kurfar fati. Pra për çfarë njerëz nuk ka kurfar fati? Për pabesimtarët, nga se për ata nuk shpresohet se do dalin ndonjë ditë nga xhenemi në xhenet, por gjithmonë do të qëndrojnë në zjarrin e xhenemit, përvolus Allahu na ruaj. Tema e sotët që ka të bëjë me magji nuk është mësimi i magjisë në përgjithësi, nga sa është temë e gjatë dhe kjo nuk na përket neve. Mirë, po neve na intereson vetëm magjia nga këndi i ndikimit të tij në prishjen e fesë së njeriu. Në prishjen e fesë së njeriu. Pikërisht tash fillimisht po e shpjegojmë se çka është magjia, e pastaj me dal te llojet e saj dhe në fund inshallah me kuptu temën për cilën na intereson neve për serinë e ligjëratave tona. Magjia, në qoftë se lexojmë thëniet e dietarëve edhe i ndëgjojmë atë, do ta shohim se nuk ka ndonjë definicion të vetëm, të veçantë që e përfshin se çka është magjia. Për shkak të llojshmërisë së shumta të magjisë, për shkak të mënyrave të shumta që bëhet magjia, dietarët kanë dhënë definime të ndryshme. Për çfarë arsye? Nga se definicioni ka dy cilësi. Çdo definicion për diçka ka dy cilësi. Ai definicion do të më konë gjemi dhe menie. Do të më konë gjemi për mbledh që në atë definicion me hy çdo send që ka ndërlidhet me magjinë, dhe do të më konë menie që në atë definicion mos me hy diçka tjetër që nuk është prej magjisë. Prandaj kanë dhënë definicione të ndryshme, mirë për rëndësishme është me ditë se magjia arrihet nëpërmjet fjalëve, nëpërmjet disa formulave, fryrjeve që ndodhen në nyje, ku magjistari nëpërmjet sakrificës që ja bën shejtanit, e pastaj shejtani ndihmës që ja bën magjistarit, ka mundësi që me pas ndikim tek tjetri. Dhe ky ndikim padyshim që arrihet nëpërmjet lejes dhe vullnetit të Allahut, nga se askush nuk ka mundësi me dëmtu dikën pa i dhënë leje Allah subhanahu wa taala. Magjia ndërmjet vëllezër e nxjerr njeriu prej fe. Pra, çdo kush që mëson magji, çdo kush që ja mëson dikujt magjin, çdo kush që i beson magjistarëve, po ashtu edhe ai që nuk e beson magjin fare, thotë s'ka magji, këtë këto persona dalin prej fesë dhe konsiderohen tek Allahu si pabesimtar. Pranë pejgamberi alayhi salatu wasalam, në hadithin të cilën transmeton Muslimi nga disa prej grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e ka konsideruar vetëm shkuarjen tek magjistari, por me pyet diçka, 40 ditë mos më të pranu namazin. Ka thënë men ata arrafan fasalahu an shay, lam tuqbal lahu salatun 40 lejle. Kushdo që shkon tek magjistari për ta pyetur diçka sa për kuriozitet, nuk ka më ju pranu namazin për 40 ditë. Çka do të thotë nuk do t'i pranohet namazi për 40 ditë? A mos më fal këtë tash për 40 ditë? Jo. E ka bërgj më fal, obligim më fal. Mirë, për shpërblim për këtë 40 ditë namaz nuk do të ketë botën tjetër. Dhe po ashtu vlera e këtyre namazeve nuk do ta kaplojnë jetën e kësaj bote. Për shembull, pejgamberi alayhis salam na ka lajmëruar që falja e namazeve ndikon që mëkatet e vogla të shlyhen. Pra që bëhen nëpërmjet namazeve, ndikon namazi që më shty mëkati i vogël. Namazet që mëkatet që bëhet prej drekës deri në ikindi, falja e ikindis i fshin gjunat që bën mes drekës dhe ikindis. Ton ndikon në shlyerjen e mëkateve të vogla. E tash një person që ka shku tek magjistari për me pyet diçka, që të vlerë nuk e arrin, edhe pse e fal namazin.
si ndënim për ta, vetëm se ka shku tek magjistari. E pastaj besimi për fjalë që i thot, ai e nxjerr padyshim njeriu prej fesë. Për këtë duhet me pas parasysh se tash dikush mund të më kuptojë që vetëm shkuarja tek magjistari fizikisht e kap këtë dënim. Jo. Edhe shikimi në televizor, shikimi në telefonin tënd, i horoskopit e kështu me radhë, e ka po ashtu dispozitën e njëjtë sikur se më shku. Pra të nëse nuk shkon fizikisht, te jo duke e bë punën e njëjtë sikur se më shku fizikisht tek magjistari. Prandaj, edhe shikimi nëpërmjet rrjeteve sociale nuk lejohet i këtyre gjënave, edhe nëse nuk i besojmë fjalëve që ata i thojnë. Nga se magjia është jashtëzakonisht e rrezikshme. Dalim tash tek një temë tjetër. A ka realitet magjia apo është iluzion? Pra ndikimi i magjisë është real apo nuk është real? Por në pas sa më të qartë këtë temë, po e ndajmë në magji në disa lloje. Nga se ndarja e gjënave e bën sa më të qarta për masën e gjerë atë që do ta themi inshallah. Pikë pari, kemi magji që ndikimi i saj është real tek tjetri. Pra kur njeriu nëpërmjet magjisë e dëmton tjetrin fizikisht, psikikisht e kështu me radhë. Kur njeriu nëpërmjet sakrificës që ja bën shejtanit, e aq më e madhe që është sakrifica ndaj djallit, aq më e madhe pastaj është dhe aq më e fortë është magjia, arrin që ta dëmtoj tjetrin. Pra njeri magjistari i përdor simbolet fetare, flijon për shejtanin e pastaj kërkon ndihmën e tij për ta dëmtuar tjetrin. Pra ky ndikim është real në jetën e tij. Ky lloj magjisë e nxjerr njeriu prej fesë, është kufër. Lloji i dytë është kur magjistari nuk synon me dëmtu tjetrin. Mirë po nëpërmjet ndihmës, kërkimit të ndihmës së shejtanit, dhe sakrificës që e bën për ta, ndikon që me ndiku në imagjinatën e njeriu, që gjanat mos mi pa ashtu që duken. Ashtu që kanë bërë magjistar në kohën e faraonëve. Thonë atë litar që i kanë hedh, janë dukur njerëzve se janë gjarprej, ama realisht atë nuk kanë qenë gjarprej. Do të thonë falamma alqaw saharu ayun an-nas. Kur i kanë hedhur ato, do të thonë litart, ato ju janë dukur njerëzve që janë gjarprej, ama realisht nuk kanë qenë gjarprej. Pra vetëm ndikon tek syri i njeriu që mos me i pa gjonat realisht ashtu siç janë. Pra edhe kjo kur arrihet nëpërmjet ndihmës së shejtanëve, kjo është kufër dhe nxjerr njeriu prej fesë. Mirë po marrni mend këtu një rregull që magjistari nuk ka mundësi me ndryshu diçka në diçka tjetër realisht. Për shembull, gurin me bën gjarpën, ose litarin gjarpën ose gurin shpend, nuk ka mundësi realisht. Mirë po me mashtru synin e njerit ka mundësi. Pra ka mundësi me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra këto dy të parat e nxjerrin njeriu prej fesë. Kemi edhe një lloj tjetër që quhet magji, ama realisht nuk është magji, është kur njerëzit nëpërmjet disa mësimeve, nëpërmjet disa taktikave që i përdorin, i mashtrojnë njerëzit për ndonjë gjë që e bajnë ose ndonjë veprim. Po për shembull, dikush nëpërmjet disa gjanave kimike e lyn trupin, edhe pastaj futet në zjarr dhe kalon dhe nuk djegët. Pra ai është duke i mashtruar njerëzit me veprimin e tij se kishte ka cilësi hyjnore, kishte është magjistar. Mirë po realisht ai këtë gjë ka bërë me elemente kimike, jo pse ka bashkëpunuar me djallin. Ose dikush për shembull, nëpërmjet aftësive të tij që i përdor, e bën tjetrin kënse humbi diçka nga dora çka pat. Ose nxjerri diçka prej dorës pa pas kur gjë. Do thonë kam shef një shpend në trupin e tij, e pastaj e kall një letër, e kënse po e nxjerr prej asaj letrës shpendin e kështu me radhë. Pra kur diçka arrihet nëpërmjet taktikave, nëpërmjet aftësisë së tij që e përdor shpejtësisë e kështu me radhë, duke mos e përdorur ndihmën e djallit, ky veprim konsiderohet vepër e ndaluar. Do thonë është haram i madh. Mirë po nuk e nxjerr njeriu prej fesë. Pse nuk e nxjerr njeriu prej fesë? Nga se nuk është duke bashkëpunuar me shejtan. Pra nuk është seher magji realisht. Mirë po për shkak se i ngjason magjisë, për shkak se tash njerëzit mendojnë që ky është duke bërë magji, për shkak se njerëzit ka mundësi me i dhënë këtyre cilësi hyjnore kështu me radhë, ky veprim konsiderohet i ndaluar dhe haram i madh. Pra dy të parat konsiderohen kufër, kush merret me ta del prej fesë, ndërsa e treta, kategoria e tretë e llojit të magjisë nuk konsiderohet kufër, nuk konsiderohet shirk, mirë po konsiderohet mëkat i madh, prandaj të trija të janë të ndaluara. Kemi edhe disa gjëra ndërmjet vllazën që pejgamberi alayhis salam i ka quajtur magji, mirë po realisht nuk janë magji.
Për shembull, pejgamberi alayhis salam e ka quajtur bartin e fjalëve magji. Tash nëse dikush bart fjalë, a më thon që ti je duke bë magji? Dhe ky veprim është duke nxjerrë ty prej fesë? Jo. Mirë, për shkak se ndikimit të madh që e ka bartja e fjalëve, çashtu që e ka ndikimin magjia, pejgamberi alayhis salam e ka quajtur magji. Për ta thënë, dëmin që mund ta bëj bartësi i fjalëve, për 1 orë s'ka mundësi me bë magjistari për 1 vit. Të ditë magjia ndikon mu shkatërru njerëzit. Po ashtu bartja e fjalëve ndikon që mu përçon njerëzit, mu shkatërru njerëzit dhe kështu me radhë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam e ka quajtur elekuencën, oratorin magji, inna min al-bayani la-sihra. Me të vërtetë në oratori, në elekuencë ka magji. Pra atëherë kur njeriu e përdor oratorinë e tij, domethënë aftësinë e tij në të folur, e përdor që njerëzit mi mashtru, ku ja paraqet kotën si të vërtetë, ose të vërtetën si të kotë. Pa çashtu qysh magjia ndikon që gjanat mos më pare realisht çashtu që janë, çashtu që banën magjistarët në kohën e faraonit, çashtu ndikon oratori me aftësinë e tij në të folur, që njerëzve të thjesht t'ja paraqet kotën sikur se të vërtetë. Prandaj pejgamberi alayhis salam e ka quajtur magji, dhe këto dy veprime natyrisht që janë të ndaluara, mirë por nuk e nxjerrin njeriu prej fesë. Kjo ke kushtimisht ose shkurtimisht rreth kësaj teme. E rëndësishme është me ditë që magjia është vepër ndaluar, shkatërruese dhe e cila e nxjerr njeriu prej fesë. Prandaj çdo kush që merret me magji, ai del prej fesë, dhe po ashtu ata të cilët bashkëpunojnë me ta dalin prej fesë, dhe po ashtu besimi i fjalëve të tyre nxjerr njeriu prej fesë. Prandaj është mirë që të ketë kujdes prej këtyre veprimeve. Lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, të mëshirojë, lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allah të shëroj, të vdekurit tonë Allah të mëshiroj, walhamdulillahi rabbil alamin.